zbuzhet e Kosovës me ushtar e opor të USK-s, tani të TMK-s, duke i realizuar qëllimet e Beogradit për likujdimin e lëvizjes për pavarësinë e Kosovës. Arsyetimi mbi burgosjen e këtyre eporëve dhe paralajmërimi për burgosje të reja në arsye të tilla e ka vetëm një qëllim. Duke i vurë spijujt e policisë serbe si viktima, ata konsultojnë propagandën politike se doja shqiptarët janë vrarë në mesveti. Dhe pse dihet, botërës se pasivizimi i tratarëve dhe i spijujve në të gjitha luftrat çlirimtare është i lëshëm, sepse ata janë kanceri i çdo lëvizje çlirimtare. Pra, përmes të shpikjes të fakteve, tentohet se të rehabilitohet genocidi i ushtruar ndaj popullit shqiptar nga ana forcave ushtarake policore serbe. Ne i bëjmë thirrje mikut, që të ndërprejnë me njerë të gjitha burgosjet, dhe të liron të gjithë ushtarët veprore të USK-s e TMK-s dhe të kufizohet në kryen e detyrave të misionit pasorës. Përndryshe, do të ballafaqohet me faktet se do të konfrontohet me popullsinë vendase, në atë formë që ne nuk e dëshirojmë. Protestën e shpallit të mbyllur Faton Klinaku me njoftimin se nesër në orën 14 në Shtrisë çlirimtare të Kosovës, shoqata e invalidëve të luftës të UÇK-s dhe shoqata për përkujdesjen e familjeve të dëshmorëve, sot para teatrit kombëtar në Prishtinë kanë organizuar një protestë kundër arrestimeve të ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në protestë kanë marrë pjesë qytetarë nga Prishtina dhe vise tjera të Kosovës. Shoqata e veteranëve të luftës të UÇK-s dhe shoqata e invalidëve të luftës të UÇK-s vlerësojnë se arrestimi i ish pjesëtarëve të UÇK-s dhe mbajtja në arrest e eprorëve të trupeve mbrojtëse të Kosovës është vazhdimi një fushate kundër vlerave të luftës sonë çlirimtare dhe kundër lirisë së popullit të Kosovës. Më gjerësisht kronika e gazetares son Arban Qeriqi. Fushata e arrestimeve të pjesëtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe pjesëtarëve të trupave mbrojtëse të Kosovës kishin bërë që sot para teatrit kombëtar në Prishtinë të mbajë protestë, e cila ishte organizuar nga shoqata e invalidëve të luftës, shoqata e veteranëve të luftës dhe shoqata e dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me një fjalë rasti u paraqit Faton Klinaku, sekretari i shoqatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kryetari i shoqatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Zotri Gani Koci, i ndinjuar thellë për padrejtësitë ndaj atyre që u dëshmuan sikur në luftë, ashtu edhe pas saj, ai shprehu pakënaqësinë sidomos nga ana e UNMIK-ut, e cila që nga fillimi i administrimit të saj ka ndjekur një politikë të gabuar dhe kundër shqiptare në bashkëpunim me kreun e LDK-s. Shoqata e veteranëve të luftës, këtë që po ndodh në Kosovë, e sheh si vazhdim të ndjekjeve kriminale aty ku e la regjimi Beogradit, vazhdim i ndjekjeve të njerëzve dhe familjeve që për dekada u angazhuan për liri, pavarësi e demokraci, të familjeve që krijuan shumë çka për të çliruar nga pushtuesi serb. E sheh si përpjekje për të penguar e dëmtuar procesin e pavarësisë së Kosovës. E sheh si shantazh mbi pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe udhëhecit politik dhe ushtarak të saj. Në shërbim të kësaj është edhe zvoglimi i vazhdueshëm i TMK-s dhe diskriminimi sistematik i policëve të shërbimit policor të Kosovës që vinë nga radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Të pani thuhet rrej për ata që kanë vesh. Për të gjitha këto akte të shëmtuara, ata akuza është ngritur në Beograd nëpërmjet gazetës së pavarur Bota Sot dhe shtabit të krimeve të pas luftës të ngritur në Velani nën pallatin e quajtur presidencial. Tani, akoma njerëz të ndëruar qytetarë. Tani, akoma njerëz që nuk besojnë për dosjet e krijuara nga UT-bashët dhe LDK-s për pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në fund të fundit, ky është rezultati i marrëveshjeve sekrete Hakerup Çović të mbështetur nga i vetë quajturi president.
Rezultatet dhe të cilët po i shohim tani dhe do t'i shohim për ditë në Kosovën e pa institucione. Kjo gjendje nuk ka mbetur rastisht. Kjo është vepër e koordinuar të gjitha qasjeve antishqiptare dhe antidemokratike. Në emër të shoqatës së dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zotri Mustaf Sopi, babai dëshmorit të kombit Sokol Sopi, theksoi faktin se përveç arrestimeve të shumta, parregullsi të mëdha ka dhe në Parlamentin e Kosovës. Sipas kryetarit të shoqatës së invalidëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zotri Vebi Rafunës, e gjithë kjo që po ndodh në Kosovë është marrëveshja Çoviç-Hakerup. Pas nënshkrimit të marrëveshjes Hakerup-Çoviç në Beograd dhe pas vizitës së zëvendësit të Hakerupit në Beograd, ku ati u dhanë urdhëra të reja, vazhdoi fushata e papar e arrestimeve të pjesëtarëve eminent të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pas lute e vazhdojnë punën e tyre për të realizuar betimin që kishin dhënë për pavarësinë e Abdulton. Në këtë protest, prania pjesëmarrësve ishte me numër simbolik. Sipas Këshillit Organizativ, mos pjesëmarrja më masive në protest është mungesa e informimit nga mediat, sidomos televizionet, të cilat nuk kanë publikuar protestën e sotme. Protestën e shpallit të mbyllur, zotri Faton Klinaku, me njoftim se nesër në orën 14 në të njëjtin vend do të vazhdoj protesta. Materialin e përgatiti Arban Çeriçi. Protest gjithë popullore. Protesta ishte organizuar nga shoqata e veteranëve të UÇK-s, shoqata e invalidëve të UÇK-s, shoqata e të burgosurve politik dhe shoqata e familjeve të dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në fillim të pranishmeve në emër të shoqatës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i u drejtua Faton Klinaku, sekretari kësaj shoqate, i cili tha se policia UNMIK-ut me arrestimet që po bën ndaj pjesëtarëve të UÇK-s, sot përpiqet të njollosë luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përpiqet të njollosë trupat mbrojtëse të Kosovës dhe njëkohësisht përpiqet të barazojë kriminalin me viktimën. Të nderuar qytetarë, jemi mbledhur këtu të protestojmë në ditën e dytë me radhë për të mbrojtur vlerat tona kombëtare, kundër burgosjes së luftëtarëve të ushtrisë së lartishme çlirimtare të Kosovës, pjesëtarëve të trupave mbrojtëse të Kosovës, Latif Gashin, Nazif Mehmetit, Naim Kadriut, Bani Ömerit, General Salih Veselit, dënimi me burg të Rëshdi Saramatit e shumë luftëtarëve tjerë që mbohen në përburgje, pa arsye vetëm se kanë pasur guzime që ta luftojnë kushtuesin serb. Ne do të jemi çdo herë në mbrojtje të vlerave të luftës. Andaj kërkojmë nga bashkësia ndërkombëtare që të lirojnë nga burgjet luftëtare të lirisë dhe mos të vazhdojnë me ndjekjet kriminale të regjimit të Beogradit. UNMIK-u në Kosovë me veprimet që po i bën, përpiqet të njollosë luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe trupat mbrojtëse të Kosovës, përpiqet të barazojë kriminalin me viktime. Shoqata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës është e zhgënjur në administratën e UNMIK-ut për mos efikasitetin e saj gjatë gjithë kësaj periudhe të administrimit në Kosovë, sidomos në fushën e sigurisë dhe atë sociale. Drejtësia Kosovare dhe ajo UNMIK-ut duhet të zbjegojë pse mbahen në burg General Salih Veseli, Bani Ömeri, pse u dënuar Rëshdi Saramati, pse u mbajtën në burg 3 oficerët e TMK-s të zonës së 5 për rastin e mërdarit, përderisa kriminalët serb shëtisin lirësër në Kosovë dhe kam guximin të sulmojnë fizikisht edhe forcat e këponit UNMIK-ut së SHBK-s, ndërsa kulmi të gjithave ata gjindet edhe në Parlamentin e Kosovës. Vebi Rafuna, kryetari i shoqatës së invalidëve të luftës, tha se pas fillimit të korruptimit të disa qarqeve të huaja, u vazhdua me uzurpimin e objekteve shoqërore e deri te vrasjet dhe arrestimet e ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, arrestime këto që po bëhen me skenarin e Beogradit në kohën kur administrata e UNMIK-ut dhe KFOR-it francez nuk pengon lëvizjet dhe veprimet e të ashtu quajturve roja të urës në Mitrovic. Mos pjesëmarrja e pjesëtarëve të shërbimit policor të Kosovës në arrestimin e Latif Gashit, Naim Kadriut dhe Nazif Mehmetit dhe mbulimi tabelave të veturave tregon se ky ishte një kidnapim e jo arrestim në baza ligjore. Tani kur me një sistem kronologjik, diplomacitë e huaja,
nga njëra anë, po veprojnë në demolimin e ushtrisë shërbimtare të Kosovës tani të TMK-s. Në të njëjtën kohë, po e zbaton sistemin e korruptimit grupor të disa çarçeve politike e burokratike, si edhe korruptimin e disa shtresave që i ka blerë për shërbime të veta. Dhe nga ana tjetër, po e përgatit rikolonizimin e Kosovës në Serb dhe varrosjen e saj në sundimin e Beogradit. Njëkohësisht, po ndërton një administratë improvizuar kosovare, e cila ose do të jetë e dëgjueshme dhe lojale, ose do të pasivizohet arbitrarisht. Aleatët tanë fillon të qirrin maska për okupatorëve kur i vran 2 ushtarë të UÇK-s me 2 korrik të vitit 1999 në mesin e Prishtinës, sepse ata po shtinin me radhë drejt qiellit për fest. Vran ushtarin tonë në Mitrovic, pastaj matën se sa po reagojnë në mbrojtjen e administratës së re të qeverisë përkohshme të Kosovës. Kur e hjekën Agrandiden nga detyra drejtorit në Post Telekomin e Kosovës dhe pas edhe të disa manovrimeve tjera, ata okupon shtëpinë e Mallrave Gërmia, me dhunë, dhe pasi e parë se shqiptarët nuk kanë mbrojtje kolektive, vazhduan me arrestimin e ushtarëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Duke shkuar në nivele gjithnjë më të larta deri te burgosja general Sali Veselit dhe burgosjen e paralajmëruar nga Ulmiku, të cilat burgosje po realizon sipas skenarit të Beogradit. Ndërsa Ulmiku dhe Kfori francez lejojnë roje të urës në Mitrovicën e Ndar, të cilët roje të urës dihet se janë kriminal të përbetuar të regjimit të Beogradit, dhe njëherët bashkëpunëtor të ngushtë të Ulmiku dhe Kforit francez. Dora Zez e vrasve të paguar nga Serbia dhe nga Lindja, organizuan vrasjet e disa politikanëve shqiptar dhe disa ushtarakëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, të TMK-s, për të prezantuar rreshëm para opinionit të brendshëm dhe të jashtëm se shqiptarët po vritën me zveti. Që nga vrasja e Kremregjës, deri te vrasja e deputetit të parlamentit të OSB-s në Kosovë, Ismail Hajdarit. Organizuan zgjedhje lokale dhe të përgjithshme dhe montuan rezultatin e tyre në atë formë që t'i fusin shqiptarët në ngritje në mezveti dhe që t'i fusin në kollaps çdo përpjekje për krijimin e institucioneve për t'i prezantuar shqiptarët si të paaftë për të qeverisur në vendin e vet. Riza Gjakli, përfaqësuesi i shoqatës së ish të burgosurve politik, tha se derisa ne prisnim nga ndërkombëtarët për intervenimin e tyre tek instancat më të larta të shtetit të Serbisë, po ata ndërkombëtarë po i mbushin çdo ditë buxhet e Kosovës me pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe kjo ndodh pikërisht në kohën kur pritet që para gjyqit të Hagës të shpallet gjykimi i kriminalit Milošević, duke u përpjekur kështu të bëhet një balancim mes kriminalit dhe viktimës. Edhe ne shoqata e të përkohësve politik përkrojmë protestat e organizuara nga shoqata e invalidëve të luftës të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, shoqata e veteranëve të luftës të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Ne, si shoqatë e të përkohësve politik, kur pritnim nga ndërkombëtarët që të ndikojnë tek pushteti serb për lirimin e pengjeve shqiptare, po ata ndërkombëtarë jo që bën trashëgimi për lirimin e tyre, por ata bushtë të Kosovës i mbushin me shqiptarë tjerë. Ne ishim me ish luftëtarët të ushtrisë shërbimtare të Kosovës kur pritet të dalë në gjyq kriminali Milošević. Ndërkombëtarët arrestojnë shqiptarë, arrestojnë luftëtarët të cilët e luftuan kriminalin dhe klikën e tij. Zotëri ndërkombëtar, mos vallë, ky është një lloj balancimi që t'i qetësoni serbët se ja, ne do t'i ndjekim të gjithë kriminalët. Zotëri ndërkombëtar, kriminal nuk janë ata të cilët i keni burgosur, por ata që nëse ju nuk i shihni, ne ju tregojmë se ata janë në Mitrovicën e Hibrit, në Shtërc, në Graçanic, në Hoç,